Ishte Prek Cali një hero që mbrojti me gjak tokat shqiptare apo një bashkpunëtor i fashizmit dhe qetnikëve serb? Kush ishte në të vërtet bajraktari i Hotit? Njeriu që edhe sot përmendet me admirim nga shumë shqiptar, por edhe me përçmim nga historiografia komuniste. Emri i tij ngjall debat, respekt dhe dyshime. Por për banorët e Kelmendit dhe më gjerë, ai ishte simboli qëndresës dhe krenarisë shqiptare. Prek Cali, biri i Bajrakut të Hotit, lindi në vitin 1872, në malet e thepisura të Kelmendit, në zemër të Malësisë së Madhe, aty ku ndershmëria dhe besa nuk kanë çmim. Rritej me frymën e burrërisë, me pushkën në murr dhe fjalën si besë. Burr i maleve të Vërmoshit, bajraktari i Hotit. Luftëtari pa shoq dhe antikomunist i vendosur. Ky është rrëfimi i një njeriu që jetoi për Shqipërinë dhe vdiq me emrin e saj në gojë. Përpara se të zbulojmë të vërtetën e Prek Calit, mos harro të pëlqesh videon nëse të pëlqejnë historitë shqiptare dhe të abonohesh në kanalin ton për të mos humbur asnjë rrëfim epik nga e kaluara jon. Prek Cali u rrit me zakonet e kanonit dhe me ndjenjën e thellë të nderit, burrërisë dhe dashurisë për atë dheun. Ishte një nga pinjollët e një familje të njohur, pjesë e Bajrakut të Hotit, një ndër bajraket më të vjetër dhe më luftarak të Malësisë. Ende i ri do të hynte në histori me pjesëmarrjen e tij në luftën e përgjakshme të Rxhanicës në vitin 1911. Aty krahas Dexholulit dhe trimave të tjerë të Malësisë, Prek Cali u përball me forcat osmane në një betejë që do të bëhej simbol i lirisë për shqiptarët. Në këtë luftë u plagos, por nuk u ndal. Kjo plag do të ishte vula e përjetshme e përkatësisë së tij me qëndresën kombëtare. Viti 1913 shënoi një tjetër kapitull të rëndësishëm. Fuqitë e mëdha në mënyrë cinike i dhan trevat e Veriut, Hotin, Grudën, Plavën, Gucin, Malit të Zi dhe Serbisë. Kjo ishte një padrejtësi që i dogji çdo shqiptari. Preka nuk do t'i njihte kurrë ato vendime. Në një fjali që mbeti si simbol i rezistencës, ai deklaroi me përçmim: ato zgaravina në hartë, shqiptarët nuk i njohin. Për të dhe për shumë të tjerë, kufit nuk i caktonte lapsi të huajve, por gjaku dhe djersa e të parëve. Ishte udhëheqës i qetave shqiptare që kërkonin ribashkimin e viseve të ndara padrejtësisht. Ishte pikërisht ai që në vitin 1913 udhëhoqi një qëndresë të fortë për mbrojtjen e Vërmoshit. Sipas shumë dëshmive, ai kurrë nuk e njohu autoritetin malazez mbi tokat shqiptare dhe luftoi me armë në dorë për t'i kthyer ato nën flamurin Kuqezi. Në krye të një qete malsorësh në gusht të vitit 1920, mori pjesë në luftën e Koplikut, në cilësinë e komandantit. Në vitin 1923, në kulmin e trazirave politike në Shqipëri, Prek Cali do të arështohej për krah Fanolit, duke mbështetur përpjekjet për reformë dhe drejtësi. Ai e përkrahu Nolin kundër regjimit të Ahmet Zogut, i cili në sytë e shumë shqiptarëve të Veriut shihej si një lider autoritar që po shkelte mbi interesat e popullit. Gjatë qeverisjes jetëshkurtër të Nolit, shërbeu si komandant i forcave të Malësisë së Madhe. Pikërisht për këtë përkrahje më 1924, pas rikthimit të Zogut në pushtet, Prek Cali do të dënohej me internim, ku dërgua në Gjirokastër, larg trevave të tij, me qëllim për ta izoluar politikisht dhe fizikisht. Por kjo nuk ja theu shpirtin. Përkundrazi, ai mbeti simbol i vendosmërisë për liri dhe drejtësi. U lirua me ndërhyrjen e At Anton Harapit dhe pas shpalljes së mbretërisë me 1928 u gradua kapiten rezervist
dhe për shumë vjet kreu detyrën e sigurimit të qetësisë publike dhe ruajtjes së kufive të Kalmendit. Më vonë u zgjodh komandanti i gjandarmërisë për malsinë e madhe. Gjatë luftës së dytë botërore, si shumë figura të tjera shqiptare, Prek Cali u gjend në një terren të errët dhe të rrezikshëm politikisht. Atëheu po coptohej, komunizmi po vinte me dhunë nga lindja. Ndërsa qetnikët serb e forcat italiane dhe gjermane kishin synime të ndryshme, por të gjitha në kurriz të shqiptarëve. Në fillim të luftës së dytë botërore, Prek Cali kishte nën komandën e tij deri në 1200 burra të armatosur rreth Vërmoshit. Ai mori kontrollin mbi Plavën dhe Gucin në vitin 1941, përpara se forcat italiane ta pushtonin atë. Komunistët më vonë do ta akuzonin për lidhje me qetnikun famkeq Pavle Gjurišić, duke pretenduar madje se ishin vëllezër gjaku. Por asnjë dëshmi e kohës nuk e vërteton këtë lidhje. Përkundrazi, banorët e Kelmendit, bashkëluftëtar dhe historian të pavarur thonë se këto ishin shpifje të komunizmit, të cilat synonin të njollosnin çdo figurë që nuk ishte nënshtruar regjimit të ri. Vitet 1943-1945 sollën një nga epokat më të errëta dhe më të ndërlikuara të historisë shqiptare. Lufta për çlirimin e Shqipërisë po shndrohej në një luftë për pushtet. Në këtë kohë shumë figura nacionaliste shqiptare, përfshirë edhe Prek Calin, u vendosën kundër Partisë Komuniste që drejtohej nga Enver Hoxha. Cali ishte tashmë një burr në moshë, mbi 70 vjeç, por nuk e uli armën. Ai e shihte komunizmin si një kërcënim për traditat, fenë dhe vetëqenien shqiptare. Për këtë arsye, ai nuk e pranoi asnjëherë autoritetin e partizanëve dhe nuk u bashkua me ta. Përkundrazi, krijoi një qendresë lokale me malsorët e tij, të cilët ishin të vendosur të mos i dorëzoheshin regjimit të ri. Më 1945 mori pjesë në kuvendin e Brojës për të organizuar rezistencën antikomuniste, një rezistencë që dështoi. Kryengritja u zhvillua me 12 dhe 13 janar të po atij viti. Komunistët e Hoxhës ndërmorën një ofenzivë të egër për të eliminuar çdo antikomunist në veri të Shqipërisë. Kelmendi u kthye në fushë betejë. Prek Cali dhe burrat e tij, të përkushtuar për lirinë e vendit, u bën objektiv i rrethimeve të përgjakshme. Në një nga betejat më të përgjakshme të atyre viteve, mbetën të vrarë rreth 150 kelmendas. Ishte një masakër e vërtetë, e cila ende kujtohet me dhimbje në atë trev. Ata u dogjën të gjallë, u nxorën syt, u varrosën në gropa ose u torturuan mizorisht. Udhëheci i tyre Prek Cali u rrethua në një shpellë në Vukël bashkë me 15 burra të tij për më shumë se një javë. Cali, tashmë 72 vjeçar, qëndroi derisa ushtria komuniste e shteroi rezistencën. Në një akt që ndoshta synonte të shmangte gjakderdhjen e mëtejshme, Cali pranoi të dorëzohej. Marrëveshja ishte që ata të lëshonin armët nëse vinte frati i Vuklit dhe kryetari i Këshillit, si dhe të mos dhunoheshin, por komunistët nuk e mbajtën fjalën. Ishte në janar të vitit 45 kur ai u nxorr nga shpella dhe u dërgua përpara komandantit Mehmet Shehu. Legjenda thot se në atë takim Mehmet Shehu e pyeti: "E Prek Cali, të pat ardhur dita të mbyllësh historinë tënde me shkronja Ari, po të bëheshe me ne. Pse bëre kështu?" Prek Cali me gjakftotësi dhe krenari ja ktheu: "Zotni, faji bie mbi ju, se ju u bat aleat me anëmikun shekullor tonin, me serbin." Por komunistët kjo ishte fyerje e pafalshme. Pa kohë më vonë, me 25 mars, pa gjyq të drejtë, Prek Cali u pushkatua. Vdiq me dinjitet, siç kishte jetuar.
me kokën lartë dhe pa u përkullur. Vdekja e tij u shoqërua me heshtje zyrtare, por populli i tij e mbajti mend. Edhe sot varri i tij është vend pelegrinazhi për ata që ndërrojnë të vërtetën dhe qëndresën. Në momentin që do ta ekzekutonin, toga e zezë kërkoi që të dënuarit me pushkatim të kthehen me shpinë dhe t'u ambyllnin syt. Por Prek Cali në mënyrë kategorike kundërshton, duke thënë fjalët: "Nuk shkohet në parajs me shpinë dhe syt mbyllur." Më 15 gusht po atij viti, Komiteti Ekzekutiv i Nën Prefekturës së Malësisë së Madhe urdhëroi sekuestrimin e gjithë pasurisë së tij. Historia zyrtare e komunizmit u përpoq ta shpallte tradhëtar, fashist, bashkëpunëtor të qetnikëve, por dëshmit, faktet dhe vetë populli i Kelmendit tregojnë një histori krejt tjetër. Ai ishte një burr i ndershëm, një patriot, një shqiptar që nuk ju përkul as perandorisë osmane, as mbretit zog, as fashistëve e as komunistëve. Në të dhënat historike dhe dokumentet e kohës, nuk ka prova konkrete që vërtetojnë bashkëpunimin e tij me okupatorët apo me qetnikët. Përkundrazi, shumë dëshmi e paraqesin Calin si një lider lokal që refuzonte çdo pushtet të huaj, qoftë komunist, fashist apo serb. Në fakt, ai ishte kundër të gjithëve që prekin kufit e Shqipërisë. Komunistët pretenduan se ai kundërshtonte muslimanët shqiptar, por kjo ishte e pavërtet, sepse Cali kishte marrëdhënie të mira me muslimanët shqiptar. Ai luftoi për krah Hamz Kuçit, Hamid Gjilbegut, të dy musliman, në betejën e Koplikut kundër Jugosllavisë. Ai kishte marrëdhënie të mira me Bajram Currin, me Edi Frashëri, politikan shqiptar i cili ishte kryeministër i qeverisë së Shqipërisë nën Gjermani naziste, tha se pas vdekjes së Calit komunistët shqiptar dhe jugoslav përhapën historisë se ai ishte fashist, armik i Shqipërisë dhe mbështetës i fshet i qetnikëve. Të tilla rrëfime sipas tij ishin të pavërteta, sepse Prek Cali dhe e gjithë familja e tij luftuan së bashku me fisin Kelmendi kundër 800 partizanëve serb dhe në gusht të vitit 1912 mbrojtën kufijt verior të Shqipërisë. Pas rënjes së komunizmit, Dr. Luigi Martini shkroi historinë e vërtetë të Prek Calit sipas dëshmitarëve okular dhe fakteve reale. Ai tha gjithashtu se bashkëpunimi i Calit me qetnikët ishte propagandë e entuziazmuar nga Aleanca Komuniste Shqiptaro-Jugoslave. Sipas tij, Mehmet Shehu, komunisti shqiptar, e ftoi Calin të bashkohej atyre dhe i premtoi se do ta shpallte hero të madh, por Cali refuzoi të bashkohej, sepse sipas tij, komunistët shqiptar ishin aleat me Jugosllavinë. Dom Simon Jubani, një tjetër emër i madh i qendresës antikomuniste, do të shprehej: Prek Cali nuk ishte fashist, ai ishte shqiptar i vërtet, burr i maleve dhe armik i betuar i çdo regjimi që nuk i shërbente Shqipërisë. Sot figura e tij po rivlerësohet gjithnjë e më shumë. Monumente janë ngritur në nder të tij. Emri i tij është shkruar në libra dhe kujtesa, dhe ndoshta koha më në fund po i jep të drejtë atij që nuk pranoi të njohë zhgaravinat mbi hartë, sepse për të atë dheu nuk matet me laps, por me gjak. Pas rënjes së komunizmit në Shqipëri, Prek Cali u dekorua dhe u nderua me medaljen Martir i Demokracisë në vitin 1993 nga presidenti Sali Berisha. Në vitin 2000, monumenti i Prek Calit u vendos në Shkodër. Në vitin 2010, presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani e nderoi atë me urdhrin Nderi i Kombit. Për disa mund të mbetet figurë e diskutueshme, por për ata që i njohën idealet dhe jetën e tij nga afër, ai ishte një hero i heshtur, një mbrojtës i trojeve shqiptare dhe një dëshmor i lirisë. Prek Cali nuk vdiq në shtrat, ai ra i pushkatuar, por me kokën lart. Dhe ndoshta kjo është mënyra më e mirë për të kuptuar se kush ishte vërtet ky burr i Malësisë së Madhe.